I veçantë dhe po ashtu të qenurit pjesës skenës publike e politike për shkak të bashkëshortit e kanë bërë që mediat gjithmonë t'i kenë sy të kthyer nga familja e tyre. Por, neve sot të kujdesemi që të flasim për më të rejat nga muzika, ajo ka sjellur për pak ditësh një jetë, një këngë e cila duket se ka edhe dedikime indirekte nga brenda, por përpos muzikës do të shtrihem me të në për periudha të ndryshme të jetës. Mirëpres në këtë studio, zonjër Mika Bajrami Haziri. Oj, këndoje melodit për ne, kënga le të marri dhe. Mirësirve. Shtatësi me spritë të dashur. Faleminderit për kohën. Ja ku e kemi edhe këngën. Oj, këndoje melodit për ne. Mi hyrje, që ashtu që shiko hije, plus për cjellur me tingujt më të ri të këngës që sa po ka dalë, një jetë. Fillimisht, lejo me të falenderu shumë që mirë dhe sot, shumë knatësi, edhe na ke sjellë bereqet gjithë kyshi i madhë. Faleminderit, është knatësi edhe imja, edhe shqyqyr që nuk o vënova, se kish pas kolon. Kjo i bje që ke qenë shumë e përgjithshme dhe i nisur pakës më herët, se sinqerisht e dim gjithë që në këto ditët me shi, plus afër fundjavës, pra dita e fundit e javës, i bje që gjithë janë duke bu planë. Si po e mbyll Mika javën? A keni ndonjë plan për vikend? A i prisni kështu me shumë qejf si gjithë me vikendet, që të marim pak fryrë, mos e të bëjmë ndonjë plan? Po zakonisht këtë vikend kem planifiku me shku në Shqipëri, po kësaj radhe shikoa me shi. Po shtyjet për një javë tjetër. Shtyjet pak, po për javën tjetër. Vërtet ka mesi javës tjetër dhe land me shku prapë. Okej, po besoj që me qenë se është, mund thash, është ditë tipike pranverore, në pranverë kjo është. Sot e ke shi, nesër koha me diell, temperaturat është e pritshme, tipike të këtu i ka pranvera. Thash që do të flas pak për këngën, thash në fillim një jetë, ka pak ditë, cilat janë që ato emocionet, edhe atë kishte marrë malli me i përjetu këto emocionet, ku publikohet një këngë, komentet e njerëzve. Interesant se unë nuk është që publikoj shumë shpesh këngë, jam pak ma e bile i kritikoj ata që bojnë shumë këngë deri në 5-6 këngë gjatë vitit. Unë i kritikoj ata, por kënga si këngë është mirëprit shumë, nga të gjithë po mendoj. Kam komente shumë bukra, kam që kanë mirëprit gati të gjithë, dhe kam marrë shumë fjallë të mira për këngën. Komentet mira, ja po e shohim duke na shoqëru edhe në prapavi. Ka diçka këtu dedikime indirekte për mesaj këngë? Janë emrat e fëmijëve me aq sa e dëgjon? Këtë këngë me shumë përkushtime ka bo Dritro Shaqiri, ku edhe për mu ka qenë befasi, se krejt mendojnë që unë e kom bo, teksti nuk e kom bo unë, përpos në disa cikërime që kom ndërhy ndoshta, se ka qenë tekstin e ka bo Agronimani, muzikën Dritro, po Dritro ma ka dhonë të gatshme po menaj, edhe me tekst. Pra së që ka qenë kërkesë jotja me pas... Jo, nuk ka qenë, nga se edhe kom kolege dhe kom bashkëvendas, ai paka shumë i ka ditë emrat e vajzave djallit, që janë pak ma të veçantë, edhe kjo ka qenë arsyeja, edhe ma propozoj mu më pëlqeu. Shumë e bukur. Ashtë po pse jo, me mbet një kujtim. Edhe, si thati në njërë indirekte, nuk është dedikim ta mam kështu, po qysh do kush mundet me marë. Po pra, me që janë edhe... Se jeta, po dëse edhe titullin e kom lanë, një jetë, do me thonë, se në jetë ka këngë, e kem fillu me këngën, kem vazhdu me lotë, mas lotit vjen mi mas i planet, që mas lotve, gjdo kush ka njëri me mri edhe deri në planet, po edhe vazhdim me lumë. Dhe kështu janë përfshirë të gjithë emrat e fëmijëve. Me këngat fëmijët, ose base edhe me zotin Aziri, me kë diskuton më shumë para se ta publikosh një këngë, prapë që merë mendimin, ose që i ke kështu, që ja vlerëson mendimin edhe ka vesh, ja qëllon me shijet muzikës. Kësaj here nuk kam dasht me vajzat, nuk jam konsultu fare. Jo? Jo, kam dasht me pas në si surprizë dhe ato, për pas veç me lutën.
Me lutën e kem dëgju për herë të parë, me lutën, për gjitha jam konsultu veç me to, s'kom të mujtë me marrë asë një mendim prej vajzave. Po, besoj që mandej kur u publiku, edhe ato i kam pas komentet. Edhe është interesant një ditë para, thash, more, pse ju asë njona, s'po ma lip një, po te e dim që kënon mira, se kanë di që është kongeri. Thash, po asë një mëre, dikur thash, e lepro, surprizë edhe për juve. Po e lojmë bile deri në fund, qka të thanë kur e dëgjun? Fjallët e para të gjitha, se e kem një grup, kështu që shkruemi të gjitha, po me një grup familjar, edhe me njerë fjallët e para, mam ke bo me kajt, mam ke bo me kajt. Sa e mirë, këto jam besaj ato komentet e para. Ata po me nëjë lot të gëzimit, se ju... Sigurisht, krenarije, duke dëgju edhe kongën, edhe ju ka marrë malli se me të drejtën të jethe edhe vetë, nuk i prej këngëtarëve që publikon shpesh, edhe në base mund të shkojnë një vetë, dy, pa... Ndoshta edhe është ajo që unë gjdo dit punoj, këndoj gjdo dit, se gati kërkush nuk e din se unë punoj në ansamblin Shota, edhe kjo ndoshta është ajo që jeve që aktiva, dhe nuk të mungon. Gati gjdo dit e bojmë prova, kem koncertet shpeshta, e kjo është arsye ndoshta dhe pse... Nuk e merë mandej mundin me shku në studio, ose me punu kongë të reja në krijimin e tyre. Edhe për para ka qenë një kongë, po është dëgju shumë, edhe është mbajt mend, e tash po më duket shumë kongë, s'po mbanë mend, gati krejt një. E vërtet. Edhe kjo është arsye ndoshta që kam qef me bo një, po pak që shtoj një fjalë me bo bum. E vërtet, me qenë e hajrit, me qenë e duhuna. Nëse shohim klipin, ndonë se nuk është konga kështu me motive patriotike, ose diçka, ty të shohim gjithmonë shumë të dhonun pas tradicionales edhe pas kostumeve me elemente tradicionale. Edhe këtu shihet pak që ka elemente të tradicionales, që e falenderoj Saime Belushkaj për këtë veshje. Saimja i qonë këtu veshje tradicionale, shumë e vërtet. Edhe një omzën e falenderoj për dukjen që është duke shumë bukur. Pse zgjodhe me qenë veshje me elemente tradicionale? Po ndoshta pse i takoj asoj, edhe kam diqysh ma prezentimi është shumë ma i mirë, ma i denjë më duket. E vërtet. Por është me këto veshje dhe jo mësu, për mu është uniform. E vërtet. Gjdo ditë kam qef pak me bo ndryshime, me bo pak, se ne kem pa tjetër me veshje kombëtare, mu prezentu, me ansamblin Shota. Kur është hera, po, atë kujtohet ndër të parat herë që e ke pas një veshje kombëtare me motive tradicionale. Ndërshta krejtë e re, shumë e vogël, ndërshta adoleshente, se di, ndër të parat herë, kur mund të këtë qenë? Ka qenë veshje kombëtare, diku në 15 vjeqe, që kam vesh, edhe ato kam prezentu, se kam qenë edhe prezentu se në atë kohë. Po, më trego pak, që ka qenë rasti prezentimet? Zakonisht në manifestimet kulturore, ku jë mbajt në Gjilan, Flaka Janarit, e shumë, kam qenë si prezentuse. Edhe pse kam fillu edhe kam këndu atëherë, po se në moshën 15 vjeqare veç kam fillu me këndu. O bo shumë. Shumë e re për të njëse... E di që me veshje kombëtare jam prezentue. A ke ndoj fotografi, ndoj imazh që të kam betë si kujtim? Po, kam po dhe jo shumë, se gjatë luftës gati se më kanë humbë. Tash kur mi qënë dikush disa foto e kështu, e mirë presë. Sa ko e bukur, për një vajzë 15 vjeqare, tu e jetu ëndrën e vetë, sidomos në atë ko, sidomos të qenë rritë vajzë, a ke pas gjithmonë përkrahjen e familjes? Po, është e vërtet që e këm pas edhe përkrahjen e familjes, se fillimisht ka këndu edhe motra, këm pas pak ma letë. Kur këndojnë dy, se jemi njofë si motrat Bajramin atë ko, e motra për momentin gjindet i jashtë Kosovës, jeton në Londër, edhe e këm pas ma letë. Këm pas përkrahjen e familjes, Daja ka qenaj që në ka për fillimet që ka ardhë me neve, një falenderimi veçan shkan edhe për Dajen, që s'është kursy kur për gjithë shka. Deri sa e kemi mësue që shkon ato regullat e gjithë shka, se ka qenë ma vështirë. është periudhë para luftës, kur fillum gati edhe televizioni u mbyll, u konë një periudhë krejt ndryshe.
Qa krejt që kemi pasë, kam prezentimi 2 orësh në radio-televizionin shqiptar, ku dhe aty kemi mbri me qenë, për shembull në 94-ën, unë kam qenë pjesëmarrëse e festivalit radio-televizionit shqiptar. Wow. Në vitin 94. Unë s'kam qenë lindur hala. Kam pas një këngë shumë të bukur prej Sami Pirajt, edhe prej atëherë nuk jom nda, do të thotë. Ka pas momente që edhe kom pauzuh. A kanë qenë kushtet gjithmonë, ose nga njëherë jo edhe për të sigurta, për të këndu edhe për të zhvillu aktivitetin muzikor? A kene histori që se haron kur prej këtyre... Për shembull, historinë në radio-televizion që jemi shku të thashtë festivalit, ka qenë shumë interesante se të gjithë kemi dalë ilegalisht. Kemi kalu kufirin për mes bunës, edhe ka qenë dhjetore, forkon shumë të merë. Zdi që shkemi shpëtu. E kalum, 2 javë kemi ndejt atje, jemi këthy, ka qenë edhe artist tjerë, nuk imi konë vetëm. Ka qenë Naim Krasniqi, Edona, Laloshi, e plot tjerë, Motra ime, Naim Shaqiri, Pra plot artistë të cilët kanë marrë rrugën... Ilir Shaqiri, të gjithë plot, edhe kem kalu ashtu kufirin ilegalisht, edhe a di pse, veç për mos me pas vull në pasaport, se për parat të marshin në biseda informative, pse një konë Shqipëri, pse kështu... Kjo konë rrezik. A kishit frikë? Apo kjo ndjenja për me realizu edhe dëshira e madhe e këndimit, ju ka bo me... Jo, asë njëherë, se me pas frikë nuk ishëm kalu, se ata vetë kjo të kanë mujtë me po në televizion atën. është absurde me thonë ti, unë e pekaloj, po o zdin, do është ta vullnetja që i madhë që kemi pas, edhe është hera e parë që ju më shku edhe në Tiranë, edhe ka qenë për mua një ondër, do është edhe në kom isha njës veç për me shkue. Emocion shumë i madhi asaj gjenerate ka qenë kjo ideali, ose kjo ondra më e madhe për me shku në Shqipëri edhe me e pa se si duket. A ka ndonjë këngë, Mika, që mendon që e përfaqëson më së miri atë kohë, edhe që ty të emocionon shumë kur e dëgjon mbas edhe sot? Nuk di, ka shumë këngë, po më nejse çdo këngë e lidhi me çdo pjesë të periudhat ndryshme, me gjithë shka e lidhi, po më nej, këngë, se unë nuk kam këndu veç patriotike, kam këndu edhe këngë të dashuris kam fillu, që i kam këndu ma shumë bile dashuris. Janë këngë që më përshtaten ma shumë këngë të Shqipërisë mesme, ku jam rrit me ato këngë, kam dëgju shumë edhe mundohem edhe unë mi manifestu, s'pa ku ndoshtat e ndjej atë melosat. Aty flenë më mirë shpirti edhe zani. Edhe këngë të leta, kam këndu, por aty më duke që jam foj me këngë popullore Shqipe. Edhe i qëndroj besnike këngës popullore Shqipe. Edhe sot, duke qenë t'je përmende, shumica unë mendoj se e din, po nëse pak kush nuk e din, që Mika është edhe pjesë e ansamblit të këngëve dhe vallëve të kombëtare Shota. Dhe besoj këtu është angazhimi ajo ditor, ajo energjia më e madhe dhe angazhimi ytë më i madhe në muzikën, këngën e vallën puro Shqipe, po i themë. Të ka lodhur, a ke pas në njëherë në një moment, pra qa është e bukra e kësaj, ku është energjia më e madhe që e merë? A lodhesh në njëherë prej... Jo, asë njëherë, për kundra zi, tash ishtë një mosh që tash të vlerëson ma shumë. Edhe gjdo aktivitet, ndoshta edhe i falenderohesh, gjdo ditë zotit që je aktive, që është mirë, është knatësi, me shku gjdo ditë në ansambel, e kem një kolektiv perfekt, ku edhe kalojmë shumë bukur, edhe për gjithë Kosovën ansambli Shota, unë menoj që është krenaria e Kosovës. Një vërtet. është e vërtet që ka sjell shumë çmime, shumë ndërkombëtarisht, nifët. Përfaqësim shumë dinjitoz që i buhet vendit edhe gjithë pasurisë. Edhe asnjëherë nuk është kthy pa një çmim. Për gjithë mund të trofeshëm, a? Po, ka ndonjë rast që shkojnë, për shembull është vetëm prezantues, domethënë, secili shtet e prezanton,
po me gjithat, kur është garus, çdo herë vinë me çmim. Ajo dihet, pra ju e keni mësu që nuk merrni rrugë pa e ditë që kthehemi me një çmim mbrapa. E di që keni lëviz shumë, pra keni shku përpos në Kosovë, po edhe në vendet e tjera të botës. Ku e ndjeni a diasporën shqiptare shumë me atë mallin më të madh, se përmes këngëve e vallëve që prezantoni ju kudo, edhe diaspora me zipresin, me ardhë, me i dëgju ato këngë, me i pa ato valle të bukura. Ku e ke ndjen ndonjëherë që e keni diskutuar mbas edhe me ekipin, ngrohtësinë edhe mallin më të madhin? Për neve kudo që shkojmë është njësoj, po mendoj. Kudo, në Gjermani, në Austri, kudo që kemi qenë, ka qenë shumë pritje jashtëzakonshme. Mundohen të gjithë më na marrë edhe në për shtëpijat veta, me na pru dhurata ose diçka, është shumë pritje e mirë. E falenderojmë, se më duket se pa diasporën s'ka. E vërtet, edhe në fakt nuk ka, besoj asnjë familje që se kemi dikë të afërt që na jeton. Unë për shembull e kam familjen e të burrit, kam familje edhe timën, që janë jashtë, që ata bojnë shumë për neve. Edhe sidomos pas liberalizimit të vizave, na është heq ky stresi i madhi, ose edhe maltretimet e gjithë neve, pritjet e gjata para ambasadave, refuzime, këto na kanë bashku më tepër, pra këto orë të fluturimeve s'po i ndjejmë fort. Mika, ju vini prej Perlepnicës Gjilanit, njihet për liçenin e Perlepnicës. A ke qenë ajo vajza që je rrit në natyre dhe që ndoshta goxha të mira, si thonë, kur rritesh në natyrë, i merr plot benefite të mira nga ajri, nga bukuria. Çfarë kujtime shketi prej kësaj kohe? Perlepnica është një fshat aq i bukur sa s'di as me përshkru, është në mes dy kodrave, është rrjedh lumi, ka pendën, po mbi të gjitha i ka vajzat e djemt, kuptohet që tepër të mirë, e të bukur, për vajzat, që është një karakteristikë shumë i çmojnë vajzat. E ju japin prioritet për gjithë shka, po menoj. Unë e di për shembull edhe hallat e babës, nëse flasin diçka ose thoj japin ai urdhër, atje është. Okej, pra kanë shumë përparësi fjala e gruas, a? Okej. Edhe mbas martesës, po menoj çmohen, bijat janë. Okej, interesante. Besoj që është dëviler, po menoj. Vllau tim i lindi vajza para shumë kohë, para 20 viteve, edhe u gëzu shumë, thash, po vajza, pse u gëzove ka shumë? Ai tha, te na është privilegj me pas vajza, se për djem. Sa mirë, edhe vërtet besoj, pra, fakti që je rrit në këtë frym, i bie që ta ke shpa në anën tënde duke u rrit. Ka vajza shumë shkolluara, ka që kanë dalë prej atij vendi, është shumë interesant. Po thoja që fakti që e ke pa në anën tënde duke u rrit me një vlerë në shoqërinë, komunitet, pra në familje, duke mos u shtyp si ndoshta po flasim për vitet e mëhershme, në zona edhe më të thella, besa edhe në qytete, të drejta e shkollimit, edhe punës, ose për kujdesit 100% me familje. E Perlepnica është e kundërt. Aty ndryshon. Po, atje është vajza, ta na vinë djemt. I ke marti shumë nanës, i ke ngja shumë në aspektet e tjera, pra në karakter, në vetit tjera? Po, në karakter, jam si nana, kam disa tipare, por edhe hallave i ngjaj shumë. Qaj kuptohet edhe babajt, po... Të gjithë, nga dy nga pak, e? Po, ma shumë hallave. Ma shumë hallave, okej. Nga pamja, dukja, po, në gjatësi e karakter jam ma shumë si nana. Okej, dhe sigurisht që nga pamja, sidomos, e vrejmë sa shumë të kanë gja vajzat, pra duket si me qenë motrat të gjitha, përse është një prej komenteve që e merrni më shpeshi, po para se dalë tek familja, jo të ti marrë me radhë pak se du të pys pak edhe për hapin tënd për dasmën. Kur ishte momenti kur ti e fole me familjen, ju tregove për njohjen tënde, për dashninë e jetës, edhe për vendimin që ju po merrnit për të martuar? Është interesant se ne jemi takuar, kemi qenë shok me lutëm fillimisht, ku dhe ka ardhur në shtëpitë e unë, e kam prezantu si shok, e kam njoft, edhe unë kam shku te luta, po që është ma e
e bukur e gjithë kësaj është që nana ime për shembull e ka pëlqyer lutën shumë. Edhe tha që ky djalë është kam pëlqen shumë edhe pse edhe unë kisha ato shkëndijat e këtu, po e di që edhe nana e lutës edhe sa i kam pëlqyer. Domethënë këtë rast ja atriboj që ato kanë ndihmu, se nuk është që ato na kanë bashku, po kanë ndihmu në lidhjen tonë. Sikur është nana e kënaqur edhe baba nuk e kam pas vështirë tana për me tregu, domethënë ajo veç aprovimi ka qenë qysh kur e ka pa për herë të parë prej nanës time. Sikur e pas kanë ndje, pas kanë ndje zemra aty në të Po dhe ma ka dyjave. bo një provokim se e kishim pas Burgos lutën për 24 orë dhe atë ditë nuk erdhë luta, erdhën 2 shokë tjerë, edhe motra edhe shoqni erdhën. Edhe tash me i pyet ata ku është, tash ja nisin flasin e mbulizojnë atë keshin. Edhe hiç s'pyta, jo më zbrit poshtë, pi bëj kafe të këto u ardhë nana, tha, andëgjove, tha, lutën, tha, e kishin marë në Burg, edhe po mduket e kishin Burgos, disa vjetë ja kishin dha. Mu më qysh i kom pas filxonat, e këto më kanë ra krin tokë. Se e menqur, e ka ditë që... Edhe tha që tu të kom vrejt që ki diçka me ata, di ki ligë, edhe pse nuk kam pas atërë, për pos shok kemi qenë, po edhe ka pas Një simpati në mes, ato dzidzat najrë që... Po, ama më ranë krejt në tokë. Me qka, Arbra, ke diçka? Okej? Natë vonë e verëson, natë vonë zjarim brushin me këti shpirti ma trazon. Kjo është kanga? Natë vonë e verëson, natë vonë zjarim brushin me këti shpirti Qëfar surprize. Falenderit, Arbe, se e bukur. Qa është historia e kësaj këngë? Kjo këngë është kënga e festivalit që të thash në radio televizionin shqiptar. Kjo është kënga që i kam këndu. E atë ko kam pas shkëndijat e para me lutën. Pra kjo këngë si kur të na kthen pikrisht në këtë fazën e njohjes. Mbas kësaj këngë, do me thonë, jam këthy dhe aty kem fillu, do me thonë, edhe mbas 5 muaje, vërtet jo në janar, e vendosëm për më feju, mas 5 muajve veç u fejuam. To ka qenë vula, po më duket. Aty është marrë drejtimi për të qenë bashkë për gjithmonë. Me qka ta mori zemrën ai? A ka qenë romantik, ose qave primesh ja kujton bas edhe sot, ja kujton e njëri tjetrit që ka bu për ty? Nuk e di, është të gjdo herë, sa ere kom taku, se a i kom pa diçka të mirë edhe nëse kom pas në herë adevot se mësme full me ta diçka, rridhnim, kom harru sa ere kom taku. Do shta, aty e kom pa që për një mërë dashnia zemrën duhet me pytë. Ka funksionu. Pjesa më e rëndësishme. A keni bu dasëm? Po kem bu dasëm të madhe me dikut afer 400 musafir. Apo? Ka qenë kështu si... Dasëm në hotel ka qenë. Me ditë të tana si për para që janë po, apo? Po 3 ditë po. 3 ditë po, se e di. 3 ditë e mas dasëmës të na dita e grave të na i kanë thonë. Dita e qezit e këto, se dhe qezin e kom rrivë një periudhë këtë tjetër, pajen. Po, e di. Edhe në dasëmë në hotel që është po. A ke rujt diçka prej kësaj të qezit që i thojnë? A ke diçka... Po i kom të gjitha. Të gjitha? Të gjitha i kom krejt të paketume. Njejt, si... Qka do me thonë që gjuna që shumë kom investu, shumë edhe kohë, edhe materialisht. Po tash nuk vlinë më ato, vetë tu të miruj që është të mi pasë si... E kanë të pak të natë vlerën emocionale që... Edhe kam shumicën që edhe mi ka punu edhe nana me durët e saj, edhe për ato ndoshta edhe kam i rujtë ton jetën. Do t'jallo dhe vajzave. Ato deshta me të pyta, kanë interesim vajza që me i trashëgu, me i mbajt, me... Po, ato të mijat po, ama du me thonë për vetë s'kam bo kur gjë. Jo. Se tash ka kalu ajo konë, nuk është, po unë ato i kam të ruajtë. Kam i rujtë ton jetën. Duket se me zotin Haziri, se jam sunë me i thonë, përso s'munde me i thonë lutë, po e keni kalu gjithë shka në jetë bashkë, pra edhe të mirat, rrugtimin një mend e keni pas si kur
shprehja që thuhet për njerëzit e dashuruar, pra bashkë deri në vdekje për çka to. Cilën e keni pas sfidën më të vështirë, kur e konsideroni, kur kalohet që i thoni njëri tjetrit, kur e kemi kaluat, këto tjerat? Për mu sfida më e rëndë ka qenë luta kur është burgos, ka qenë ditëlindja e këngës, 2 vjetë, për ditëlindje, atë ditë as tortën s'kemi mujt me pre, të vajzës, edhe 7 zanë kam qenë në Lotinën. Fillimet e 7 zanisë, mbasi është burgos, do të të kam konfirmu që jam 7 zanë. Ajo periudhë, për mu është një ëndër shumë e keqe. Edhe tash e thëmë vetë me të tjere, thëmë kur unë e kom te i kalu atë periudhë, nuk di shumë, zdi është shumë e rënda e periudhë. Kom pa shumë në pamje të rëndë, kam shku vizitat, kam hek shumë, ka ndodhë 4 orë, kom prit jashtë ftoft, me vajzën e vogël, për sa 2 minuta sa e kom taku, edhe ato në pozicionin diku 2 metra largë, po sidomos herën e parë kur jam shku, thash ma mirë mos ta kisha pa heq. So mundoj ke më mkesh, po nuk ka qenë luta heq. Ajo konë shumë, shumë i maltretu. A ka qenë vështirë me a spjegu? Edhe u konë në rënë që mos ku mujtë as me folë as me të tjerët, di me thonë që qështo ish, kështo ish. Për mu ajo periudhë është, as nanës ti nuk ku mujtë mi thonë, që i shkon kështu, ose e pash kokën zdi. Zdi s'muj me përshkru. Ndoshta edhe me qëllimisht, ndoshta ma kam bo, dhe lejem për me shku, se më pyti ai që e mora, unë shkova vërtet me i qu dishka, se s'ka pas as mbathja, as veshje, ta donë me marë, tash me avokatin tim isha, a donë me vizitu, thash po, thash, diskutoj isha as me thonë po, as jo, po dikur tha, po ta mundësoj, tha me pa. Ndoshta unë thëmë që qëllimisht e ka pas edhe unë me pa në qatë gjendje, dhe veç me na dopsua, për di si familje, si... Kjo është pamja ma e rëndë dhe ma e pështira që ka qenë për mu. Qëfar përgjigje jepshe këngës nëse ajo në moshën që ka qenë, i ka bu këto pytjet për babin? Sa e vështirë ka qenë me mundu, me ja plëcu mungesën e ti të kënga? Atë ku marrë gjdo ditë, sa herë gjdo javë, ose gjdo 2 javë që kem pas vizitën, këngën e kom pas gjithmonë me vete. Ajo atëherë edhe ka fillu, ka folë, po filloj edhe i ofendoj ke ka paka, për di lici, sa e policit, si thëke e polici, pse ma more babin? Edhe një herë më kujtojtë, tha, e du, tha babin, sa malet e Kosovës. Bab, të dua sa malet e Kosovës, e ka përsërit disa herë këto. Po ma vonë e kish pas hangër për këtë fjallë, për malet e Kosovës, aj komedit sa ka hangër qytek. Ashme, me shënë bësoj që këto janë kujtimet, the që mund të këtë qenë tendencë për me ju dopsu, po fatmirësisht kjo nuk ka ndodhë, po ka qenë vështirë, po ka qenë për kundrazi, jo mbo dhe me e forë se sfida të bojnë, gjdo dhimbje e këthen forë, do me thonë, jo mundu më konë me e forë, lot nuk kom qitë, edhe pse lot i kom pas në shta krejt në brenda vetës, ka qenë shumë vështirë, shumë vështirë konë. Kam një fotografi... Edhe se në atë periudhë edhe ta na filloj edhe lufta. Do me thonë lufta me 31 maj, unë e veç e kom lindë vajzën. Sa është liru luta, filloj lufta, sfida tjera... Një pas njëshme. Një pas njëshme, nuk kemi ndajt shpis, se shpine kemi pas të bastisor, edhe pse është liru luta me gjëgj, ju erdhë vendimi nga Gjykata Supreme, ku ende është i akuzuar nga Serbia, që ku do që shojim për ta është i burgosën. Duket sikur nuk e pas mundësin me shiju as rritjen e vajzave si duhet, me qenë ajo familja që do doni, gjithmonë me munges të ti, po edhe në rrethana mandej të luftës. Ka qenë e vështirë, se për shembull nuk e kom ditë që do të shpëtoj, pas vajzën 2 vjetë, dhe edhe Lotinën të posa lindur, do me thonë, me 31 maj më ka lindë, edhe është, zdi, tash kur i shoh do qifte të reja që lankon për detajet vogla, tha mo zot,
Kjo s'është kur gjë. Ndoshta kjo më bën se për mu nduket që edhe një herë kom filluar, edhe një jetë tjetër atëherë. Qatë periudhë luftës, se këto po menoj edhe një jetë tjetër. Besoj që jeni... Me lirin, do me thonë, ta na kanë ardhë të mirat, ka ardhë gjithë shka. Kem fillu se edhe e bëj gjithë, thamë, e bëj krahasimin me këto vajzat, për shembull i kam linë në këtë periudhat fëmijët. Po, të ndryshme të jetës. Këngën para luftës, me lotin kemi vazhdu, në luftë, do me thonë lotin, edhe pse kam pas kritika pse ja la emrin, lotina, po është lidhë me situatën, me kohën e atëhershme, e thrasim loti, edhe një vit më ka qajt loti, edhe thojsha vetë me vete, a thunë, do shta pse ja lash emrin lotin të ashtë ponqon, po ajo është krejt që shjem dje unë, se më ka shku krejt shtatzania me... Me trazira, me situata. Me loj situate. Seriozisht muj me bo një film të metrazhit shkurte, gjate, për ndodhi që më ka ndodhë mu. Të mirat e të këqijat, po flasë. A shkru ndo një herë të pak të Mika? A ke diku në editar të ndin sekret që ti... Jo, viç kisha pas qef me pas, me dikon më rëfy edhe me pas të amon historik, shto që me rujtat. Me pas edhe për vete, edhe për tardmen, edhe për familje, për që... Pas ka me qenë ide shumë e mirë për nismën e një realizimi të diçkaje, pse jo, një histori që... Se kom pa në disa televizione diku e kom pa që dhe rëfejen, se cili mënyrën e vetë që shika të galu luftën e këtu e... Besoj që është interesante edhe kjo, për se cili i ka ato sfidat e veta, hekat e veta, të mirat, se ka pas edhe të mira në luft, veç një të mirë që njerëzit ju ndash shumë. Ka pas për krajen për njëni tjetërit, unë nuk di, mu ma më kanë majtë kështu para durve, se na kemi banu të hala e vjerit, diku afer në të njëjtën lagje, po që u konë vështirë në atë kohë, po me të pranu, e sidomos lutën e për çka u kërkojke, çka i falenderoj shumë atë familje, që na kanë dalë zotë, si të një fjallë. Edhe na kanë këqyrë, edhe na kanë majtë, edhe më duket që kur atë dashniu në më nuk e shoh të njerëzit. Pse, Mika, që ka ndryshu me njerëzit? Që me ndonë që është kjo përqarja, ose po them kjo mos komunikimi i dashtun si për para? Nuk e di. Për para ma shumë, ta shte shof që ka një urrejtje ndaj njerëzve, një... Ndoshta nuk ta thonjë në sy, po ka, sidomos e shoh në komente, këtë njerëzit negativ, qka si kuptoj, unë nuk është të thonë me mu më dasht krejt, ose mi dashtun krejt, po s'paku nëse s'pëlqen, po kaloj e bre, veç bën ja skip edhe s'paku. E vërtet. Po nuk është veç të unë shoh të tjerë të gjithë po flasë, edhe të kolegë të mi, edhe të... Ka nuk është normale, për më duket. E vërtet, sidomos kjo e... Sidomos artist kanë qef pak mi dhonë komplimente, mi motivu, jo mi demotivu. Fundja bile artisti që mundohet gjithë jetën, veç të muzika është shërimi shpirtit, kështu që kur dhe që e gjenë vetën në shije të ati artisti, ishtë dasht me pas veç komente pozitive, mandej a e dëgjon atë hy në shije ose jo, që po thute është veç kalimtare, mundesh me dëgju diçka tjetër me u marrë me dikë tjetër. Se cili i ka dhurus të vetë, angës, se cili dikush e pëlqen bleronën, dikush tjetrin, po ma mirë është me thonë një fjallë të bukur, se sa qka është kështu ta thonë fjallën e mirë, dhe prezent kur je kështu, po mbrapa me njëherë fillojnë fjallë, nuk e di pse. Pas shpine, kjo në fakt ka fillu me qenë një farë fenomeni shumë i keq që po më duket edhe nga të huajt kemi fillu me u njoftë si natyre t'ilë gjë që nuk ka qenë traditë shqiptarve kur fjalla pas shpinës e as përqarja me zvete. Tha që kur po ishe sot qiftet e reja, duke u përqo ndoshta ose me diçka të vogla, po besoj që shumë këshilla u jep edhe vajzave nga kjo aspekt i jetës fillimisht dhe më pas edhe jetës me partnerin. Çka është një prej këshillave që ua përsërit gjithmonë për jetën në qift? Dashni me pas për njëri tjetrin, se kur ke dashuri, çdo sfitet e i kalon. Edhe me të mirë, se nëse
fillon ti një lule, nëse e këqyr, lulja është shumë e bukur, të pëlqen. Një trëndafil, për marrë shembull. Nëse e këqyr si trëndafil është e bukur, e kuqe, ka gjithë shka të bukur, por nëse fillon me ja këqyr therrat, edhe ati mos këqyr e si lule, mos e këqyr si therr. Sa bukur e përmbledhe këta. E di që e keni përjetu edhe dasma e këngës ka qenë shumë e bukur, në fakt të gjitha vajzat janë shumë të bukura. Është në i dasëm tjetër në horizont, e di që në fakt jeni prej familjeve mësë shumë të figura publike, që është shumë problem, mos me ju pyet për ta. A ka në i dasëm në horizont mes lutinës dhe muzikot? E di që lidhja po ju shkon shumë mirë, janë të lumtur dytë, po për ata vendosin vetë. Nuk duan më bo shtys. Jo, sigurisht që jo. Edhe unë këtë pytjen se e di që normalisht qifti duhet mi pas këto ekskluzivitetet. Edhe pse i kam dëgju që kanë folë, për shembull lutinën e kam dëgju, edhe nëse bëj, nuk do të bëj diçka të madhe, pak po jo, ma shumë private. Po, hala se kanë marrë atë vendim, se kur do t'a bojnë. Të pak të më pas ka nisë me folë. Kjo është lajmë pozitiv. Kush të kanë gjamës shumë ti, Mika, në tiparet e karakterit? Cila nga vajzat? Të trijat gati, se cila ka diçka të vetimen. Kush më shumë, ose cila qka ka, nëse mundemi, me që kam fotografinë të gjithve? Ma shumë thënë nga pamja, po është edhe si luta është. Lutina është edhe si unë, edhe si luta. Mi masi është ma shumë si unë. Edhe në pamje, edhe në karakter, edhe kështu. Në shumë qka më kanë gja, e vogla. Lumin, a keni akoma të përgdhelurin e shpis? Gjithmonë. Lumi është ëmbëlsira e shpis. Që në ka dhonë të kejtë mirat, po mendoj. Lumi në ka ardhë momentin kur asë se kemi prit, do me thonë, se kemi pas vendos me lejtë veç me vajzat. Na u bon 3, shumë të lumtur me vajzat, po na erdhi, tamam, na plotësojat. Dëshiren që, edhe pse nuk e kemi lyp me çdo kush, po na ka ardhë, tamam, atë bekim prej Zotit. Është një portret shumë i bukur në fakt, jeni për herë shumë përshtetës ndaj njëri tjetrit dhe kjo më bën shumë përshtypje dhe është për të përshëndet. Pra se cili ndonë se shumë publik, gjithmonë në syrin dhe në vëmendjen e medjave, ju ka pengu ndonjëherë, ju ka prish pun kjo. E thonë ndonjëherë Mika, po pse po na njohin krejt, a ka mundësi veç 2 ditë me i bo pa vëmendje? Ndonjëherë që edhe të pengon, edhe fama të pengon, po ma shumë jo. Unë ma shumë them që kemi pas privilegje. Kudo që kemi shku, na kanë ofru edhe është mirë me të dasht njerëzit, me të përkra, unë ma shumë them që kam ma shumë të mira se sa të këqia. Edhe pse vajzat nuk kanë dasht. Për shembull kënga e di për herë të parë kur kanë fillu mediat me postu, e di që ka qajt. Po pse dhe e ka mbyll Instagramin, po pse mu i kënga e thashe ke bo këta, po oj mam, po në du më cilësu për tjetër qka, për dije, për këto, jo përveç për pamje po flasim. Edhe di, po tash të edhe ato kanë fillu më mësu me... Janë mësu me realitetin, fundi është një realitet që s'munden me ndryshu, po edhe i ka të mirat e veta, sepse me qenë i respektum prej publikut është diçka që... Edhe i ke dyrë të hapura, ku do që të shkosh veç, mirë është me të njofta, dhe... Me vërtet. Për pos një jetë, jam krejt në fund dhe duke ditë që nuk i ke të shpeshta, si që pale më përpara prurjet në muzik, mos rastësisht ka diçka gati edhe ndoshta 2026 nuk do të mbyllet me veç një jetë, po punon në diçka? Unë i kam bo dhe 2 të tjera. 2 të tjera, nuk janë premier, 3 nuk janë, po që i kam ripërpunu, një është ripërpunume, një është e Shqipërisë mesme, së shpejti edhe ato ndoshta do t'i plasoj, këtë vit. A është vështirë me i zgjedh cilat këngë po donë me i ripërpunu edhe qka jep prioritet më spari kur donë me zgjedh një këngë? Jo, nëse ripërpunoj, unë e boj këngën time, që e kom këndu, unë kam shumë këngë të kënduara, të kompozuara nga kompozitor të ndryshëm e të famshëm, të Shqipërisë e të Kosovës. Edhe
Ka këngë që kam qef me bu tash me këto ritme të ndryshe, pak ma e gjallë, ma... Me i fut pak edhe në fry moderne. Po, fry moderne, kjo është. Po, planifikoj që me bu dhe albumin, me mbledh edhe 10 vjetrat, milion anash, që aty milion qysh kanë qenë, mësë mi prejk, po edhe këto tash që i bëj. Ati mi bo me 2 variantet, mi bo 2 në 1. E ka të veçantën e vetë edhe ai soundi ose ai zëri Po, ato do t'i lënë lënë anën tjetër, po edhe këto tjerat e kom bo për qef. Bukur, pra, pas kemi edhe një album që mund t'na vi, do ishte çështja ambitor të edhe një koncert personal, pra, ose edhe me miq për rreth, është diçka që çdo artist e meriton e sidomos ju. Besoj është dëshirë. Edhe ato që se cili e ka dëshirë me bo një koncert tillë. Uroj shumë që të bëhet shumë shpejt, ne jemi shumë të etur që të kemi sa më shumë aktivitetet tilla, me thënë drejtën, sepse viteve të fundit sikur na janë zbe pak. Ashtë si duket pak janë ka e vlerësojmë pak, edhe këngën shqipe janë rikëthy tash, se pesha dhe nuset kur hynë me bareshën tash. Po më duket që kanë fillu me vlerësu ma shumë tash, ka është kënga shqipe. Vërtet, nuk po kemi më nga ato të Me ik pak. valseve anglize. Mika, kesh shumë knaqësi që të pata, mërë mirë që erdhe, kënda kohën sot me mbyll javën bashk, në fakt, dhe të uroj shumë sukses me këngën, uroj që të pëlqehet sa më shumë edhe ta gjejnë publiku vete në te. Faleminderit shumë, ishte knaqësi Blerona. U knaqa shumë si gjithmonë. Meq, unë do të kthehem tek ju pas pak në pjesën e dytë, por tani është koha që të ndalemi pak për marketingun.